Është koha për intervistën e ditës. Në studio veç më ka mbërritur Bilal Kasami, lider i Lëvizjes Besa, pjesë e koalicionit Vlen. Zoti Kasami, mirë se erdhët në Alsat, se për pak do thosha lider i koalicionit Vlen. Ende nuk është definuar ajo, jemi në bisedime, do i virë koha edhe asaj. Edhe asaj çështje. Do i diskutojmë edhe atë çështje gjatë intervistës. Ajo që është aktuale, ju do të merrni pjesë në takimin e liderëve të partive parlamentare të thirrur nga Mickoski ditën e nesërme në emër të koalicionit Vlen. Kush vendosi që ju të përfaqësoni Vlenin, e jo të themi Izet Mexhiti apo Bekim Sali? Kush ishte ai që vendosi? Ajo që është përparësi e Vlenit, që për shumë çështje do kisha thënë shumë lehtë merremi vesh, sepse nuk që kemi pretendime, domethënë të nuk kisha thënë që vinë në nivelin e problematizimit të çështjeve se kush do të jetë dhe ku do jetë dhe kush do të Pra ju thoni që lehtë merreni vesh, që do të thotë se për pjesëmarrjen tuaj në takimin e konsultuar dhe a kanë dhënë pëlqim edhe liderët e tjerë të Vlenit? Për pjesëmarrje jemi konsultuar, propozimi ka qenë i koordinatorit të grupit parlamentar, i cili do të jetë në bazë të formatit të ftesës. Ai e dha propozimin dhe është pranuar nga gjithë. Pra, koordinatori i grupit parlamentar të Vlenit, zoti Bekim Qoku, ka propozuar që Bilal Kasami të përfaqësojë koalicionin Vlen në takimin e liderëve. Dhe kjo ka marrë pëlqimin e liderëve të Vlenit. Çfarë kanë thënë liderët e tjerë? Thash, është një çështje që shumë lehtë merremi vesh, më thonë si liderët të Vlenit për shumë probleme të cilat në opinion parashtrohen si probleme që në fakt për ne nuk e që kanë paraqitur ndonjë problem dhe prandaj Vleni me gjitha sfidat me cilat është ballafaqjuar ka ardhur deri këtu dhe do të vazhdoj edhe shumë gjatë më tutje sepse vetë formati i Vlenit tregon që ne kemi arritur të bëjmë do kisha thënë të pamundurën, ajo që nuk u bë në 30 vite në të kaluarën, që të jemi bashkë dhe të dakordohemi aty ku shumë kush pret se nuk duhet. Jeni bashkë, por nuk jeni një. Ende, dhe për dalë të kjo, që ta sqarojmë edhe një herë këtë çështjen e pjesëmarrjes suaj në takimin e liderëve nesër, pra i bie që pëlqimin e keni marrë nga gjithë liderët, propozimi ka ardhur nga Qoku dhe nuk ka gisht të themi këtu Mickoski. Jo. Jeni marrë vesh mes vete. Kur jemi tani tek ajo që thoni që funksiononi shumë mirë, kur do të formohet Vleni një parti e vetme dhe kur do zgjidhet lideri i partisë? Është një proces, ashtu si ishte proces formimi i Vlenit, din opinioni se si nisi edhe se si erdhi ky format i Vlenit, pastaj din opinioni edhe sfidat që patëm me largimin e Arben Taravarit, me vazhdimin e Arben Fetajit në emër të aleancës, dhe sot jemi në një proces për të shkuar një hap më tutje drejt integrimit në një subjekt politik. Po them që është një proces kompleks, edhe pse mirë kuptojmë opinionin, mirë kuptojmë aktivistët tanë që duan edhe më shpejt të ndodhë. Po, zoti Kasami, sepse jeni në proces, tani me dëgjojmë një kohë të gjatë, deri tani duhet të ishte fakti kryer formimi i Vlenit në një parti. Ju, a jeni kandidat për lider të Vlenit? Çdo lider i partive përbërëse të Vlenit është kandidat i mundshëm që të jetë lider i Vlenit. Pra, nuk është që në këtë aspekt përsëri them kemi ndonjë problem që ndonjëri nga liderët e partive politike pjesë e Vlenit të jetë në krye të këtij procesi. Gara më e ngushtë është mes Izet Mexhitit dhe Bilal Kasamit? Nuk do të jemi pa drejt ndaj asnjërit dhe të deklaroj një gjë të tillë, por vlerësoj që janë dy modele kryesore cilat janë duke u diskutuar. Njëri është që të ketë një kryesi të ngushtë ku leadershipi do të përcaktohej pastaj apo kryesimi me këtë kryesi do të ishte me rotacion dhe tjetri është që të ketë me bashk kryetar. Dy nga, më thonë, liderët të jenë bashkëkryetar me ingerenca të ndara në fushat të caktuara dhe të tjerët të kenë pozita të rëndësishme në pozita, më thonë, nën kryetar, zëvendës kryetar apo edhe sekretar general, pra që çdo njëri nga
përfaqësuesit apo barësit apo kryetarët e subjekteve pjesë e vlenit të ketë një pozitë të rëndësishme dhe çdo strukturë të shohë veten të rëndësishme këtë, do kisha thënë, subjekt të riemëruar apo të emëruar si vlen. Do të thotë modalitetet janë të avëlim, por një vendim nuk ka. Dhe cili është qëndrimi juaj pikërisht lidhur me funksionimin e presidencës partijake në Vlen, e propozuar në atë kohë nga ish kryetari i Alternativës Zekiria Ibrahimi, formulë që parashikon që kreu partijak të zgjidhet me rotacion. Çdo kujt i vi radha të bëhet lider. Shikoni, të dy opsionet kanë, do kisha thënë, anët pozitive dhe negative. Nëse flasim për rotacion, aty do të ishte një përgjegjësi kolektive e të 4 kryetarëve të partive politike dhe sigurisht që do të ishte një mundësi për çdo strukturë dhe çdo aktivist të subjekteve politike që e përbëjnë Vlenin të shohë veten të rëndësishëm në këtë subjekt, fakt që e solli Vleni këtu ku është. Edhe ndarje përgjegjësive mes 2 kryetarëve në, do kisha thënë, përfaqësime në fushat të caktuara, në segmentet të caktuara, ka përparësitë e veta, sepse është para caktuar apo më mirë e pranuar për opinionin në konceptin e funksionimit të partive politike, por në anën tjetër çdo njëri ka edhe mangësitë e tjera. Prandaj ne nuk e kemi sjellë ende një vendim pa i analizuar thellë të gjitha anët pozitive dhe negative, sepse një vendim i përshpejtuar është më vështirë për t'u përmirësuar. Pra ne duam që deri në fund të diskutojmë gjitha mundësitë, por një gjë mund të garantoj opinionin, që do të ketë një vendim dhe ai vendim dhe kur do ketë një vendim, zoti Kasami, sepse thatë që për këtë idenë me rotacion çdo subjekt ndjehet i rëndësishëm, në këtë rast nuk është më e rëndësishme mira e përgjithshme se sa i një subjekti të caktuar kur funksiononi në një. Patjetër që është më e rëndësishme e mira e përgjithshme e Vlenit dhe shqiptarëve, atyre të cilët përfaqësojmë, por këtu po flasim për një proces që nga fillimi deri këtu ku jemi që kanë nënkuptuar që gjithë subjektet politike kanë qenë të barabarta deri tani. Dhe procesi i, do kisha thënë, zhdukjes apo shkrirjes së identitetit partijak të subjekteve përbërëse duhet të ketë një fazë kalimtare, ku në fazën e tjetër do të jetë më e pranueshme që të ketë një lider klasik. Sa do zgjas, zoti Kasami, kjo fazë kalimtare? Ku do t'i bjetë pika formimit të partisë? Nuk i dihet, mund dhe mos t'i vijë. Formimi subjektit, unë besoj do t'jetë shumë shpejt. Tash po flasim për formatin e udhëheqjes apo leadershipit. Po, pra këtu po flasim për një fazë të mundshme kalimtare me 2 kryetar apo me rotacion, apo që mos kemi një, do kisha thënë, goditje të drejt për drejt, nëse cili do të zgjidhet nga kryetarët e 4 subjekteve, do të kishim një zgjidhje klasike me një kryetar, do kishim goditje të 3 subjekte tjera të cilat strukturat nuk do të ndjeheshin rehat me këtë zgjidhje. Prandaj ne mundohemi të gjejmë një zgjidhje kalimtare e cila këto goditje më mirë do t'i kishtë amortizuar dhe do t'kishtë vazhduar Vleni bashkë. Dhe s'dihet kur do jetë kjo zgjidhje kalimtare. A ka mbajtur mbledhje kryesia e re e Vlenit të themeluar nga përfaqësues të partive të koalicionit, apo formimi juaj ishte vetëm për qëllime elektorale? Ne kemi pasur takime më të shpeshta të kryetarëve të Vlenit bashkë me koordinatorin, në këtë rast përfaqësuesin e vetëvendosjes në formatin e 5 kryetarëve, ku jemi konsultuar për shumë çështje dhe vazhdojmë të konsultohemi. Kryesia e re mund të mbahet takimi shumë shpejt nga momenti kur ne do të kemi një propozim konkret sa i përket asaj se si do të vazhdojmë atë tutje si Vlen. Që do të është formuar, por mbledhje nuk është mbajtur, që prapë insistoj, formimi a ishte për qëllime elektorale. Një format të kryesisë ne kemi, më thonë, dhe që është edhe më tutje, do kisha thonë, në funksion, dhe kur do të kemi një vendim ne si lider të subjekteve të përbërëse të Vlenit, do të ulemi bashkë dhe do të diskutojmë me kryesin dhe sigurisht këtë do të diskutojmë edhe me antarësinë më të gjerë. Para zgjedhjeve shumë herë thatë se do të pezulloni aktivitetet e veçanta partijake, gjitha parti që përbëjnë koalicionin Vlen. Megjithatë ju, zoti Kasami, shkuat vetë në Kërçovë dhe u takuat me 5 vetë në emër të lëvizjes Besa. Para festave të fundvitit. Patjetër që çdo
kësha thonë kryetar apo funksionari subjekteve të caktuara ka komunikim të rregullt edhe me strukturat e veta. Ka qenë një takim i rregullt me kryesinë e degës Lëvizjes Besa në Kërçov për të koordinuar aktivitetet e degës pas zgjedhjeve dhe për të dhënë mesazhe sa i përket kohezionit në brenda Vlenit edhe në degën e Kërçovës. Kishte një aktivitet sot, pse mungoi ministri Fatmir Limani në takimin koordinues me zëvendës kryeministrin Bekim Sali, aty ishin ministrat, ishin zëvendës ministrat e Vlenit. Është Limani ende ministër i koalicionit Vlen, zoti Kasami? Po, pa tjetër që është. Dhe ku është ai? Ai është në detyrë në vendin e punës. Në momentet të caktuara të cilat kanë qenë obligimet përgjegjësitë atij, duhet ta pjetni kur të jetë këtu. Nuk është çështje që unë kam pjetur sepse është aktiviteti përditshëm i një ministri apo një funksionari të qeverisë. Kështu që derisa ne nuk kemi një vendim si Lëvizja Besa apo si Vlen për një emër të përveçëm, vlerësoj që ai është, më thonë, përfaqësues edhe i Besës në Vlen edhe i Vlenit në qeveri. Pra vlerësoni apo jeni i sigurt që Limani është ende ministër i Vlenit? Limani vazhdon të jetë ministër i Vlenit, i Besës në qeveri apo në kuadër të Vlenit, derisa Besa dhe Vleni nuk ka një vendim tjetër. Dhe të ndalem edhe pak tek formimi i Vlenit, shkrirja e Vlenit në parti. A jeni koshient se çdo vonesë rreth formimit të Vlenit ndihmon në rritjes politike dhe elektorale të BDI-s? Ne jemi koshient që vonesat edhe mund të paraqesin shqetësime apo janë sfidë, por unë do kisha bërë një komparacion me atë që ne si prindër duam fëmijët tanë të rriten më shpejt, por është një proces fiziologjik. Në këtë aspekt, pra edhe Bashkimi i Vlenit, me gjithë mirëkuptimin që kanë për qytetarët, për votuesit, për përkrasit tonë që duan më shpejt të na shohin të bashkuar, një proces i përshpejtuar më vonë mund të Nuk është i përshpejtuar, se nuk është sot nga dje, kjo është paralajmëruar për më herë. Megjithatë janë zhvillime politike të cilat kërkojnë kohë dhe kërkojnë maturi që mos na paraqesin shqetësime më vonë. Zoti Kasami, a nuk ju duket paradoksale që antarësia juaj e kërkon themelimin e Vlenit, ndërsa ju liderët për shkak të egove nuk arrini ta bëni këtë? Jo, do të thonë do të ishte paradoksale nëse antarësia do e kërkonte, ne nuk do ju përgjigjeshim dhe nuk do të donim që të ndodhë bashkimi. Pra ne jemi në vijën që asaj që kërkon antarësia, çështja është e kohës dhe gjegjes së modelit më të mirë se si Vleni të bëhet një. Nëse të shton formimi i Vlenit, a mund shohim në të ardhmen një koalicion midis Besës dhe BDI-s? Fillimisht nuk do të dështoj. Shofshi ju qeshë, edhe shumë lider të tjerë para jush kanë qeshur, po prapë kanë bashkëpunuar me armiqtë e përbetuar, nga shumë lider tjerë, nga momenti që unë jam kryetari i Besës edhe tani më pjesë e Vlenit, opinioni nuk ka parë një takim timin me Ali Ahmeti dhe din qëndrimin tim këtë aspekt. Prandaj vlerësoj që ashtu si jam i sigurt se Vleni do të vazhdojë dhe do të jetë bashkë edhe më i fuqishëm, nuk do të ketë asnjë bashkëpunim timin me BDI-n derisa Ali Ahmeti është kryetar. Pra thoni se nuk do të ketë bashkëpunim sepse Afrim Gashi thoshte se me BDI-n nuk shkohet as në xhenet, por në pushtet hynte bashkë pastaj. Bilal Kasami asnjëherë, edhe kur ka qenë opozitë, edhe kur ka qenë qeveri, nuk ka qenë bashkë me Ali Ahmetin. Të kthehemi temave të takimit të liderëve, takimit të nesërme, edhe pse në ftesë shkruan që takimi është për zhvillimet në vend dhe një pikë tjetër që është për çështje të ndryshme, tashmë është sekret publik se synimi është zhdukja e qeverisë teknike, zoti Kasami. Pse ju, Vleni, duhet të jeni ekzekutor të heqjes, shfuqizimit të një drejte të fituar politike, siç është kryeministri shqiptar, sado që simbolike të jetë kjo arritur? E kemi thënë dhe qëndrojmë në atë se nuk jemi për të drejta simbolike, jemi për të drejta esenciale.
besoj që do të vi koha që edhe shqiptarët të jetë në krye të qeverisë edhe në krye të shumë institucioneve tjera, por të jetë një kryeministër i cili simbolik, i cili solli vendime të cilat ishin antikushtetuese, siç është rasti me Medresen, ne nuk jemi për zgjidhje të tilla, të cilat janë vetëm për t'ju hudhur si opinionit. Para zgjedhjeve dhe pas zgjedhjeve të kemi një situatë tjetër, jemi që të drejtat e shqiptarëve të jenë reale dhe të jenë të drejta të cilat do të jenë kushtetuese dhe të rregulluara me ligj. Sa i përket qeverisë teknike, është e qartë që ajo qeveri u themelua, u formatua në kushte krize për shtetin. Maqedonia si një shtet pretendent për të qenë antar i Bashkimit Evropian, mendoj se duhet të funksionojë me qeveri politike, qeveri normale si funksionon çdo shtet i Bashkimit Evropian. Pra dhe ju jeni për shfuqizimin e qeverisë teknike. Në vend të kësaj, zoti Kasami, pse nuk mund të uleni me Mickovskin dhe të bëni një marrëveshje politike që kryeministri shqiptar të mbetet? Nëse kryeministri nuk pas ka bërë i pari, juaj ja, jepni, bëni marrëveshje dhe le të jetë juaj më i mirë atëherë. Bëjeni këtë. Për ta ashtu quajtur në kryeministri shqiptar është marrëveshje e BD-s me LSDM. Nuk është pjesë e marrëveshjes së Përzhinos. Sigurisht që në marrëveshjet politike ne me kryeministrin aktual, siç kemi arritur të realizojmë shumë gjëra të cilat BD nuk ka mundur të realizojë, ne mund të kemi edhe një marrëveshje të tillë kur do kisha thënë pozicione të rëndësishme në shtet të udhëheqjen nga shqiptarët. Ja bëjeni një marrëveshje politike. Hapeni si temë në takimin e nesër të liderëve me Mickovskin. Mendoj se nuk është tema e bisedës së nesër, është përsëri po them, janë marrëveshje politike për formatim të qeverisë dhe unë besoj që marrëveshjet duhet të jenë të qëndrueshme, të bazuara në kushtetutë dhe në ligj dhe jo marrëveshje për para zgjedhjeve dhe për të mashtruar opinionin. Thatë që marrëveshje për formatim. Çfarë formatimi? Për modelin e qeverisë, me çfarë idesh do shkoni nesër ju dhe me çfarë idesh do t'ju ofrojë juve në tavolinë Mickovski? Ajo që për të qenë më korrekt, do kisha thënë ndaj opozitës aktuale, ne do të kërkojmë që kjo marrëveshje apo riformatimi i qeverisë të mos vlejë në këto zgjedhje, pra t'japim edhe një shans kësaj opozite që të shfrytëzojë të drejtën për të qenë pjesë e qeverisë teknike, që të jenë zgjedhje të besueshme, edhe pse treguam në zgjedhjet e fundit lokale që kjo qeveri ka kapacitetin e plot të organizojë zgjedhje të drejta, ferë dhe demokratike. Pra, ne do të kërkojmë që shfuqizimi eventual i marrëveshjes së Përzhinos për qeveri teknike të vlej pas këtyre zgjedhjeve të rregullta të cilat do të pas këtyre zgjedhjeve, që do të thotë se mund të ketë dhe kryeministër shqiptar nëse arrini ju marrëveshje me Mickovskin. Edhe njerë po e përsëris. Pjesa e të shqyquajturit kryeministër shqiptar ka qenë marrëveshje BDI LSDM, nuk është pjesë e marrëveshjes. Edhe unë po flas për marrëveshje politike. Them marrëveshje ju me Mickovskin, nuk e thash që është ligji kryer, fakti kryer. Po them edhe një herë që marrëveshjet tona me kryeministrin nuk ndërlidhen me dështimet e BD-s dhe mashtrimet e BD-s që i ka bërë në të kaluarën shqiptarëve. Ne ashtu siç arritëm ta rregullojmë çështjen e medreses me ligj, jo me vendime antikushtetuese dhe çështjen e rregullimit të përfaqësimit të shqiptarëve në institucionet e shtetit me ligj dhe jo me një mekanizëm antikushtetues, ne do të arrijmë sigurisht në të ardhmen edhe marrëveshje të tjera në interes të shqiptarëve. Konkretisht për këtë çështje, sepse nuk ju duk fare juve skandaloze deklarata e kryeparlamentarit Afrim Gashi se një vend i NATO-s nuk është se ka nevojë për një qeveri teknike, rrjedhimisht edhe për kryeministër shqiptar. Ndoshta Gashi si është bërë kryeparlamentar mendon se jemi bërë demokraci e përsosur. Ndërkohë sot për shfuqizimit të qeverisë teknike fole dhe koordinatori i grupit parlamentar të koalicionit Lend Bekim Qoku, i cili së bashku me ju nesër merr pjesë në takimin e liderëve me Mickovskin. E kemi thënë, po e përsërisim, në kushte kur shteti pretendon të jetë antar i Bashkimit Evropian, ashtu si arriti të bëhet shtet antar i NATO-s, ne vlerësojmë që është e tejkaluar të ketë qeveri teknike. Por që të jemi korrekt ndaj opozitës, ne si Vlen do të kërkojmë që shfuqizimi i qeverisë teknike të jetë pas zgjedhjeve të ardhshme. Po, këtë e kuptuam që ju kërkoni që shfuqizimi i qeverisë teknike të jetë në zgjedhjet e radhës dhe jo nga zgjedhjet e rregullta tani, por nuk shkoni me një kërkesë që kryeministri të bëni një marrëveshje politike me Mickovskin që në 100 ditëshin e fundit kryeministri të jetë shqiptar. Edhe një herë
nuk jemi për zgjidhje simbolike, sepse shqiptarët janë popull real dhe duan zgjidhje Pra reale. nuk presim një kërkesë të tillë. Nëse BDI kërkon zgjedhjet parakoshme, do të pranoni sfidën pas debaklit në zgjedhjet lokale në Gostivar dhe Vrapçisht? Jemi në minutat e fundit. Sigurisht që rezultati në Gostivar dhe Vrapçisht më shumë është sfidë për opozitën sa për pushtetin. Rezultatin e morëm në zgjedhjet lokale, ku i fituam 9 komuna plus 1 që është u përkrahur nga Vlen dhe BDI mbeti me disa komuna rurale. Tani më pyetja nuk është se a do të ketë zgjedhje dhe si do të ketë zgjedhje, pyetja është se kush është lideri i opozitës. Zgjedhjet qytetarëve të Maqedonisë së Veriut ju duhet një vit spaku i qetë për të arritur rezultate. Ne jemi të përkushtuar në rezultate si pra nuk do të pranoni sfidën për zgjedhjet parakoshme, kështu i bie. Si Vlen, jemi të gatshëm që nesër të shpallen zgjedhjet e parakoshme, sepse kemi arritur rezultat në zgjedhje lokale me të cilët kemi marrë përkrahjen dhe legitimitetin e shqiptarëve për të udhëhequr edhe në zgjedhje parlamentare. Prandaj ne jemi të gatshëm që edhe nesër të kërkojnë zgjedhje parlamentare të shkollë zgjedhje. Shtetit dhe qytetarëve nuk ju duhen zgjedhje, ju duhet një vit ku do të ketë rezultate për të përmirësuar jetën e tyre. Ju thoni që zgjedhjet do të pranoni, por nuk na duhen zgjedhje. Kështu ta interpretojmë. Ne themi që si parti politik apo si subjekt politik si Vlen, jemi të gatshëm që të shkojmë në zgjedhje që nesër për të përmirësuar rezultatin e zgjedhjeve të fundit parlamentare. Qytetarëve nuk ju duhen zgjedhje sepse duan rezultate dhe mjaft më me zgjedhje të parakoshme. Qytetarët tregojnë pastaj në fund se kush si ka punuar dhe kush si po punon. Faleminderit zoti Kasami që sonte ishit në Alsat. Faleminderit, ishte një kënaqësi si gjithmonë. Vazhdojmë më tej me lajmet.